Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka wa al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi të akumet më Allah subhanahu wa ta'ala dhe ati përgjërohëm që të ravdroj dhe të begoj dërgunë e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të bezgjellë. Të ndërë lezër, shpesh njët rrugtimi që ne e bojmë qoftë në temat e fesë, qoftë në temat e jetës e kështu më radhë, shpesh është i predispozu me dal gabim, ose rrugtimi me pas shumë gabime, jo për shkak se gjatë rrugës kena gabu, jo për shkak se rezultati e ka fatin me dal gabim, po piknisja konën, do më thonë një e sakt. Do më thonë shpesh, matjet nuk janë në bazë të motivit edhe në bazë të potencialit edhe në bazë të forcës tonë gjatë rrugës, po mbi bazën e piknisjes. Për shembull, shpesh në njet si piknisje kena lakmin. Edhe pastaj udhës gabomi si shpesh. Po pastaj edhe rezultati del gabim. Edhe pastaj na mirë me rezultatin edhe me rrugtimin, a realisht faji nuk është as te rrugtimi as te rezultati. Është domthon tek piknisja. Me pasnisën në vakt mirë, kish dal pastaj tutje me len Allahu domethënë mirë. Ose për shembull, shumë pyetje ndodh brenda muslimanëve dhe brenda domethënë trive, ekziston piknisja mbi bazën e iluzionit. Njeriu e ndërton iluzion të megalomanisë, i doket vetja alim, i doket vetja Sufjan al-Thauri, i doket ku diun çka. Edhe pastaj kit rrugtimi shkon mbrapsht. Pastaj edhe rezultatet shkojnë mbrapsht. Këtë rast ai mundet me pretendu me thonë çysh po te rezultati i keq, ndërkohë unë jam duke realizuar formulën e saktë. Ti realizu formulën e saktë, po piknisja nuk e ke saktë, sepse një piknisje me iluzion nuk është domethënë piknisje e shëndur. Ndaj ekziston një piknisje që shumë rrugtime neve na dalin kot, shumë rrugtime na dalin pa rezultat, e që është ajo që kisha pas dëshirë sot prej këtu mu lidhen për me bë trajtesën e ajetit që e kom përzgjedh me len Allah subhanahu wa ta'ala. Piknisja pa sinqeritet, piknisja pa qiltëri, piknisja pa u koni pastër mrena. Për shembull, nisesh në raport me një temë, nisesh në raport me një bashkëpunim, nisesh në raport me një bashkëshorësi, nisesh në raport me disa bindje, ku diun çka, fillimi nuk është i qiltër. Do të thonë, nuk je i çliruar nga djallëzit, nga tendencat, nga prapavijat, ku diun çka. Dhe rrjedhimisht pastaj, edhe nëse shkojnë 10 vjet rrugtim, gjithëherë kam pas çalime, gjithëherë kam pasën probleme sepse piknisja s'ka qenë e sinqert. Ndaj ekziston një piknisje jo e sinqert që konsideroj që shumë shpesh po e nimi, nuk është e sinqert, po e ritheksoj, nuk është e sinqert. Ti shkon e sinqert, ish mirë më seriozisht me të, po nuk është e sinqert. Shpesh ekziston një lloj deklarate që thot sikurse diskurset e fejes janë të pështjelluara, sikurse domethënën shumë pe xhemi e cila është më e mira. Spedimi i cili o menhexhi më i shnor, spedimi i cili është akidja më e mirë, spedimi i cili është hoxha më në përputhshmëri me imamët e sunetit e kështu me radhë, gjithë e krijojmë një lloj dileme, por nuk jena sinqert. Nuk jena sinqert, se ti shmikon sinqert, na e dimi personat e dynjës që të këtu më edhe zbulojmë cila është më e mira. Na kena standarde, secili prej neve kena standarde në raport me temat e jetës, e biznesit e kështu me radhë, i kemi do standarde që shibe më e mira. Ama kur vjen puna te feja, dikush edhe më i guximshëm thotë e kanë mbështjell krejt, ose hajde bërin fije tash kush e ka më mirë se e mbështjellën krejt. Jo, bërin tim fije vetvetes, se feja është shumë në rregull. Feja është shumë në rregull. A ki guxim e thonën feja është koncept i mbështjelluar. Jo, feja nuk mund të kenë koncept i mbështjelluar nëse ti ke mbështjellime, domethënë në vetvete. Për shembull, kur na për shembull çështjet e dynjajës, i kena ndërtuar do standarde që shibe më e mira. Për shembull, kanere mos me më të mirën në bazë të çmimit. Si ta kuptojmë që u mashtrajt, e dimi që me xhaz do të mund më e mirë, apo? Ndonjëherë në bazë të brandit edhe të markës. As nuk e filozofojmë, as nuk pyesim, thjesht kjo brandi i njohur që prodhon cilësi edhe u kry. Ose ndonjëherë për shembull në bazë të gjeografisë, veç e kishim kush prodhu, edhe thomi çka ky shtet nifet për cilësi. S'prodhon domethënë diçka të keqe. Ndonjëherë në bazë të eksponentëve, e shohmi kush po e reklamon si produkt, e thomi tamam, kjo është figurë me peshë, ky nuk i jep domethënë në zonë produktit që nesër del fallc. Edhe kështu me radhë. Ose ndonjëherë për shembull në bazë të traditës, këta kanë 200 vjet traditë për këtë punë. A është e qartë? Tamam, ajo merr me një ndërlëzër se më konat sinqert. Edhe tek feja, tek përcaktimet fetare, tek akidja, tek menhexhi, tek botkuptimet, tek frymat fetare, tek lëvizjet fetare, e dimi kush është çmimi, e dimi kush është cilësia, e dimi kush është brendi, e dimi kush është marka, e dimi kush është origjina, e dimi preardhjen, e dimi gjeografien, kushtimisht thon kush shpalos produkte cilësore dhe produkte domethënë me vlerë dhe kush ka traditë në shpjegimin e sunetit, kush ka traditë
në paraqitje në argumente vetare, kush ka 3 ditë e kanë gjallë sunetin edhe janë kanë edhe vazhdojnë më kanë flamurtar të sunetit e kështu me radhë. Ndaj konsideroj që na kena nevojë për më shumë sinqeritet. Ne që shtjellimin ja atribojmë shpesh fejes, kena nevojë më shumë për sinqeritet, e më thonë kjo faji jon. Është faji piknisjeve tona të gabuara. Na ndoshta ndonjëherë kena dëshirë këtë me i bë me një tabor, po s'bën, se ta janë pikpamje ndryshme. Ndoshta piknisja jonë është lakmia dhe si rrjedhim i kësaj i favorizojmë disa përcaktime. Ndonjëherë për shembull është fanatizmi. Ne i takojmë një grupit shoqëror dhe kena qef çati më kon haku, tani jap mi zot çati më kon. Po haku nuk është ku ti do. Haku është që ka domthon rrenin e vet edhe përcaktimin e vet. Ndaj sot me len Allah subhanahu taala trajtesa ka musil rreth këtij koncepti. A e dimi çka është më e mira ose a e zbulomi ç'është është më e mira? A mundi me zbërthy çka më e mira në përcaktimet fetare. Kështu që është vazhdimi ajeti, domethënë çka e morëm javën e kaluar, thot Allah subhanahu fabashshir ibadi. Përgëzoj robërit e mi. Tash ajeti i ri. Çka thot ajeti tjetër? Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ata të cilët e dëgjojnë fjalën edhe ndjekin më të mirën. Po e vërtetë ti shka skini, a masaj i kido standarde cila më e mira që do të mund ndjekën. I kido rregulla për me matën kush është më i denjë për të pasuar dhe për të ndjekur. Jo gjithçka shka plasohet, sikurse në tregun e ushqimit edhe në tregun e blerjes edhe të rrobave. Jo gjithçka shka në treg ti konsideron që e ke obligim me ble. Ti ki standarde ti zgjedh. Bile pak mi pas rrenat më mirë ti zgjedh shumë. Apo nuk është kështu. Nëse kësaj është për çështje e dynjas, atëherë do të kësaj, atëherë kësaj do të mëkona për çështjet e fesë Allahu subhanahu wa taala, thot Allah azza wa jall. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ata të cilët e dëgjojnë atë çka duhet meni, e dëgjojnë Kur'anin, hadithin, shpjegimin, ulemat, hoxhallarët e kështu me radhë, edhe e ndjekin më të mirën. Më të mirën shka e nin, çat e ndjek. Pastaj thot Allah subhanahu, ulaika alladhina hadahum Allah. Këta janë ata që Allahu i ka përudhur. Këta janë ata cilët Allahu i ka udhëzuar. Pastaj thot Allah, wa ulaika hum ulul albab. Këta thot janë njerëz të mençur. Këta janë njerëz të arsyeshëm. Kështu që Allahu subhanahu wa taala i përmend 3 epitete, 3 veçori. E para po thot, fabashshir ibadi. Përgëzoj robërit e mi. Ktu ka edhe myshdë dhe i ka cilësuar si rob. E dyta po thot, ulaika alladhina hadahumullah. Këta janë ata të cilët i ka përudhur Allahu. Wa ulaika hum ulul albab. Këta janë ata të cilët janë të mençur. Pse o Zot këta janë të udhëzuar? Se këta janë robët e tu? Pse këta janë domethënë të mëshmit? Allahu pe përmesh një arsye. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Se këta janë nojnë veshin, ngojnë, nin, mos prom ti përcaktuan të më e mira. Jo të më e lehta, jo të shka ka ëndja, jo të shka o xhamati vet, jo të ajo shka është grupa e vet, jo të ajo që është kultura e vet, jo të ajo që është preardhja e vet, jo të ajo që është malla e vet. Fayattabi'una ahsana. Këta kanë rregull, cila më e mira çka do të më kon. A më ka dalë se kjo të prish 100 sape, a ma e mira, unë që të kom e ndjek. Kjo të shtimë me ranë në konflikt me nefsin, le të binë në konflikt me nefsin, jetë të bjunë ahsene, ka me ndjek ma të mirën. Kjo ka me të shtinë konflikt me u ripërcaktun në identitetin tanë kulturor, me nëhëgjor, me shumë shka i adaptu prej vitësh. Shumë interesant, jetë të bjunë ahsene, këta e ndjekin më të mirën, kjo është regull i jetës. Kjo është, dhe më thonën, regull i jetës. Ndaj, me lene Allah subhanu ta'ala, kena me boni përpjekje për me e vërtetu. Që mu konë ma i miri, i bet që du të me ndjek ma të mirën. Mu konë ma i miri, i bije me ndjekën ma të mirën. Që shumë e thjesht është, ti veç dush mu përcaktu, a do mu konë ma i miri? A do mu konë të ma sigurta? A do mu konë të ma drejta? A do mu konë të ma absolutja? Veç e merë si regull që une njetë e ndjeki ma të mirën me lejën Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë azime që këta jetë, djetarët e hershëm të tefsirit i kanë përmend disa arsye në ato librat edhe ato materialet që kanë bëjmë me esbabu nuzul, pse ka zbrit që ka jetë. Disa kanë thonë, ka gjas ka zbrit për shokët e Ebu Bekrit radiallahu anhu, Abdurrahmani e të tjertë, që pasi islamizohet Ebu Bekri, vinë e ngojnë për këtë fe, edhe me njëherë, dhe më thonën, e ndjekin, dhe më thonën, Ebu Bekrin. Disa të tjerë kanë thonën, jo, bëhet fjallë për ata cilët e kanë ndjek më të mirën edhe në gjahiljet. Edhe kur janë konë gjahila, e kanë ditë çka më e mira. E kanë ditë çka u konë domethënë më e mira. Mirë po Ibn Kathiri rahimahullah thot, çu ky përgëzoj robët e mi, ata të cilët e dëgjojnë fjalën edhe ndjekin më të mirë, thot është e përgjithshme. Nuk është tu fol për një rast konkret. Nuk është tu fol për një rast konkret, është tu fol në përgjithësi për njerëzit që e kanë parim të jetës,
pa më parasysh ka dëgjoj, pa më parasysh ka, domethënë, më ekspozohet, pa më parasysh ka më reklamohet, unë e kam rregull me ndjek, domethënë atë që është, domethënë, më e mira. Çka është më e mira sipas ulemat të tefsirit në këtë ajet? Këta thotë më e mira në këtë ajet është për qëllim bindja ndaj Allahu subhanahu wa taala. Studiu ka thonë më e mira janë urdhëresat e Allahut, të cilat ti nuk heziton me u përgjigj Allahut e kështu me radhë. Ndaj të vëllezër, të çka pjesa febeshir ibadi, përgëzoj robët e mi. Nëse besoj që kemi pas dilema çka i bë kjo myshdë. Myshdë për xhenet. Qysh e kena të qartë se febeshir ibadi, përgëzoj robët e mi është përgëzimi për xhenet, është mirë sonte me allakat, çka i bë që kjo pjesa e dytë e ajetit, ata të cilët e dëgjojnë fjalën, edhe domethënë e përcjellin domethënë më të mirën. A kena ana në vëllezër? A kena ajna të sigurt që e kena të qartë standardin çish i bëhet diçka më e mira. Domethënë në fe, në akide, në menhej, në fiqh, në përcaktimet e tua, në frymën tënde, në hoxhën tan, në rrethin tan. Ata merr menja që i ki të qarta standardet çish e mot çka më e mira. Domethënë pavarësisht çka më e mira çish e ndërton një shtëpi, pidimi standardet. Çka më e mira, cilët lagje janë më të mira, pavarësisht i kena domethënë në standardet që i bë më kon lagja më e mirë. Edhe shoqënia, edhe biznesi edhe kështu me radhë. Ajo merr meja që në fetari, në përcaktimet fetare, më e mira për neve është standardi i qartë. Realisht natyra e diskutimit është e tillë që nuk kena nevojë nuk kena mundësi me e kthy në bashkëbisedë me ligjëratën, por realisht unë konsideroj që na nuk e kena të qartë. Shumica nuk e kena të qartë. Domethënë, janë dy diskurse fetare. Çish e mot cila më e mira? Janë dy shpjegime fetare. Çish e mot ç'është më e mira? Rrethohesh nga 2-3 xhamate, cila është më e mira? Sidomos tu kisha pas dëshirë me i hap vesht edhe zemrën vllaznin të cilët non stop qahen se dikush i ka viktimizuar. Ata të cilët qahen se keni fitnë edhe shkova, keni hoxhë edhe mor në fitnë. Ai tjetri i cili thotë s'di çka hina me do tema s'un po dalë kështu më radh, është mirë sonte me len Allahut me e pa që këtë tetëshe. Janë 8 pika, pavarësisht çish i bë më kon më e mira. Pavarësisht çish i bë domethënë më kon më e mira. Mirë po, para se me përmend këto 8, duam i përmend 2 të vërteta. Vërteta e parë është këtu. Nuk mjafton me ditë çka është më e mira, dush me dashur edhe më përcaktuar. Se tash mundesh me ditë çka më e mira dhe mas pronë ti japet migrave çysh do ti. Për arsye domethënë përcaktimi i njeriut, në jetë është në bazë vullnetit edhe në bazë të vendosmërisë. Kështu që kjo nuk është kuriozitet. Thjesht hajt përkurresh tash çysh i ke rënë çdo 8 pika, çysh i bë më kon më e mira, e masajnë në domethënë i graj vesh çysh di edhe çysh kom vazhdu domethënë deri më sot. Për arsye thot dikush pe njerëzve të urdhët, amaratu sihhati al-aql, ikhtiyaru al-umuri bil basar wa tanfidhu al-basar bil azm. Thot më pa një njeri që njeri arsyeshëm. Më pa që një njeri është njeri i mëshëm, thot e shet që është shumë i arsyeshëm teksa i përzgjedh dhe i përcakton mendimet, po pastaj është shumë i vendosur i realizua ato. Shumë i mëshëm për me e deklaruar të saktën, po pastaj jo për me përkthyer në realitet, ky nuk është i mëshëm. I mëshëm ai i cili di me zbulu ç'është më e mira, edhe pastaj e realizon domethënë çfarë shkon domethënë më e mira. Ndaj sikurse shënoi Muhamedi, Sheikh thotë që hadithi është hasan, për Shaddad ibn Ausit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas për lutjet e tij, saluka wal azimata ala ar-rushd. O Zot, ma mundso më koni vendos në punë të mëshme, punë të mora, punë të duhura. Domethënë ç'kjo e duhura, jo vetëm më thonë është e duhura, më koni vendos pastaj në atë punën e duhur të saktë edhe e cila domethënë ka me çështën në jetë. Edhe e dytë në vëllezër, nuk kam e përmend, e vërtetë e dytë, nuk kam e përmend të matjet, ç'me mot standardin, nuk kam e përmend Kur'anin. Pse nuk kena me përmend Kur'anin? Ndërkaq Kur'ani është piknisja kryesore për me mot çka është e saktë dhe çka nuk është e saktë. Sepse krejt pretendojnë pasimin e Kur'anit. Krejt, për kësaj ahlu suneti nuk quhet ahlul Kur'an. Po quhet ahlu sunna sepse suneti vjen me bë dallimin më të madh. Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vjen me bë domethënë dallimin më të madh, kështu që kena më shku direkt edhe troç me len Allahu subhanahu wa taala për me e tregu çish i bë domethënë pravarësisht standardi me mot, menhexhin, akiden, përcaktimet më të sakta, më të shnosha, më të duhura me len Allahu subhanahu wa taala. Çka i bie? Fayattabi'una ahsana. Qëta robrit e mirë, të Allahut subhanahu wa taala, të përgëzuarit, të udhëzuarit, qëta të mëshmit, fayattabi'una ahsana. Këta e ndjekin më të mirën. E parë në vëllezër, me ndjek më të mirën i bie pasimi dhe kapja për sunet. Domethënë, nëse ki një dilemë, cili është mendimi më i saktë, cili është shpjegimi më i shnosh, cili është fryma më stabile, cili është menhexhi më premtues, veç këshyre sa e ka përputhshmërinë me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
ka kriza edhe ka shkputje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë më një ngre alarm që këtu ka diçka. Më njerë du të me ngre alarmin që këtu nuk është domethënë e sigurt. Domethënë a ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A ka pohuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A ka thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Këtu do të më kon pyetje të cilat neve na bojnë shumë të relaksum për me eliminua, me filtru shumë shka e cila domethënë na paraqitet edhe domethënë na afrohen. Ndaj Imam az-Zuhri thot: "Kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bis-sunnah najat." Thot ata të cilët ishin para nesh, thot Imam az-Zuhri, ata të cilët ishin para nesh prej ulemave dhe prej imamëve e kishin si rregull: "El-i'tisamu bis-sunnah najat." Kush kapet për sunet, s'ka thon kush e pason sunetin? Kush kapet për sunet, kuptimin sikurse është në rrezik, sikurse është domethënë dilem, sikurse është domethënë krizë. Thot el-i'tisamu bis-sunnah najat. Kush kapet për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka shpëton. Çka? Domethënë shpëton. Ibn Abdul Barri thot kështu: "El-hujjatu inda al-ikhtilaf as-sunnah." Thot moment që ka një meselë që ka dilem, ka divergjenca, ka dy mendime, argumenti është te suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Argumenti është te suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hujjatun ala man khalafaha. Edhe është argument kundrejt kundërshtarit. Kuptimin që nëse dy mendime, njëri bazohet fjala bie në një interpretim gjusor, tjetri ka një lidhje më të drejtë për drejtë me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky është më i fuqishëm kundrejt këtij për shkak të domethënë kapjes me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që të ketë përcaktimet e jetës, domethënë përcaktimet menaxhore, përcaktimet dogmatike, përcaktimet morale, përcaktimet e fisnikërisë, fikore kështu me radhë, parimisht duhet me mat me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo në kuptimin e gjykimeve të tjerëve, po në panimin e ndërtimit të vetvetes. Njerëzit që e kthejnë sunetin vetëm si katapult për mi mshu të tjerë, ata janë tjerë. Ata nuk vadisin me ujin e ulemave tonë. Ata vadisin me ujë tjetër. Domethënë suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është për mi ngre njerëz, jo për mi largu njerëz. Ina të fol për një sunet që nuk përkufizohet siç është përkufizuar nga njerëz të padijshëm 2-3 mesele. 2-3 mesele që bëhet fjalë për dhikr edhe për çmuduk. As nuk kena të folë për një sunet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të njerëzve që sunetin e kanë farsë të sektarizmit tyne për me i shtin njerëzit në klapa dhe për me i shtin njerëzit në grupe, edhe pastaj domethënë me pasi ti marginalizojnë, me i shfryzua dhe domethënë me kthy në instrument për domethënë qëllimet e tyne. Ina të folë për sunet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vijën që kanë lënë selefi jon edhe domethënë ulemat e tonë. E dyta, çka i bë fejet tabiuna ahsana, është ata të cilët e ndjekin më të mirën, ata të cilët i ndjekin të partet tonë të mirë, selefin tonë të mirë, dhe u referohen shkollave të tyre, opinioneve të tyre dhe modelit të tyre. Keni vëmendjen? Referimi tek selefi është referimi tek tërësia e tyne si brez, tek pikpamjet e tyne, tek opinionet e tyne dhe tek përcaktimet e përgjithshme domethënë të shkollave domethënë të tyne. Thot Allah subhana: "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Nëse ata që udhëzohen, besojnë njëjtë siç kanë besuar sahabët, siç kanë besuar brezi i parë, atëherë njerëzit janë udhëzuar. Kështu që ne kena një rregull që sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë standardi i matjes. Domethënë, ata janë nxënës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe rrëdhëmisht i bie që mostrën ai që ka mas afërmi e përshkruan më mirë edhe më saktë. Ai që ka shembullin më afër e ka më të saktë edhe më në përputhshmëri me modelin e parë. Kështu që tabiinët janë shumë afër dhe rrëdhëmisht janë standardi domethënë për matjen domethënë e fetarisë. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ende pa u shfaq për çarjet, ende pa u shfaq dallimet mes njerëzve, e ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë si standard. Sikurse e shënon Imam Abu Davudi dhe Imam Tirmidhiu, Shalbani thotë hadithi ose sahih për Irbad ibn Sarja, ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni metu pas me, kanë me dalën shumë dallime edhe mos pajtime, kur ndodhet që kjo, thotë kap në për sunetin tim edhe traditën e prijesve të drejtë. Saktësisht, domethënë halifeve të drejtë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që na e kena si rregull që i pari e kallzon më mirë modelin edhe kumtesën e mësuesit të parë që këtë që mësues në bajmë. Domethënë këtë lidhmë të mësuesi i parë që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush mundet me na i kallzu më mirë, kush mundet me na interpretu më mirë, kush mundet me na i përshu më mirë se sa ata të cilët janë edukuar në durrët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu azza wa jall: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan." Thot ata që ishin të parë prej ansarëve muhaxhirëve që janë qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe kanë besu, wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Edhe ata të cilët i kanë ndjekën me më të mirën,
Prapë Allahu këtu përmend si karakteristikë që për mu kontin udhën e selefit duhet me ndjek modelin më të mirë të selefit. Nuk është ndjekës i selefit një njeri që e merr në gjeneratën e dytë edhe e gjen një konflikt mes dy antarëve të selefit edhe çat e kthen menhej. Sa nuk është rasti më i mirë. Është e qartë. Domthon njëri pitabenëve ka fol për njërin pitabenëve, edhe ky thotë unë jam të ndjek selefin se ky ka thonë për këtë çështo. Ky është rasti i izoluar. Ky nuk është rasti më i mirë për më ndjek selefin. Dush me ndjek selefin vjen e përgjithshme. Dush me ndjek të partë tonë të mirë në frymën e tyre të përgjithshme. Sepse ata nuk janë një njeri, 2, 3, 4. Ajo është një tërësi e madhe, domethënë e njerëzve që do domethënë me u ndjek, kështu që fejet tabiuna ahsana, ndjekin më të mirën, domethënë më e mira është ajo që është më afër modelit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe modelit të sahabëve. Thot Omer ibn Abdul Aziz për me përmbledh çka si temë. Thot qif haythu waqafa al-qawm. Thot për meselet e fejes, nalu ku janë nal të partë. Nalu meselet e fejes ku janë nal, thuj edhe deklarohu edhe përcaktohu njëjë sikurse të partë tonë të mirë. Wa qul kama qalu, edhe thuj njëjta deklarata që kanë thonë të partë tonë të mirë. Waskut kama sakatu, edhe hesht ku kanë hesht ata. Keni vëmendjen? Domethënë po, e vërtet, mundet me të ardh ty një mendimallësi me menon që më i thellë, më i logjikshëm, më i guximshëm për hulumtim e kujt shka. Pse pe jeni mesela se nuk i kanë hikur kush pitabenëve edhe pitabenëve. Thot waskut kama sakatu, hesht çysh kanë hesht. Dhe shpjegon, thot fa innahum an ilmin waqafu, se kur kanë folë dhe janë nal me ilme kanë bërë këtë punë. Thot wa bi basari nafidhin kaffu, edhe nëse janë nal edhe s'kan folë mesela edhe këtë kanë pas me ilm, se kanë pas që s'kan ditë. Pastaj thot wa hum ala kashfiha kanu aqwa, nëse u zhdash me qel si tim, ata janë më të fortë se ti për me qel. Nëse u zhdash me qel, ata janë më të aftë se ti për me hap çat tim. Thot wa bil fadli law kana fiha ahra, mu paskon që hajër me qenë atim, ata janë më të interesuar për hajrin se sa ti. Ti shkon që dash, kish pas hajër kishin qel më përpara domethënë se sa domethënë ti. Ndaj Abdullah Mesudi radhiyallahu anhu thot walan nadilla ma tamassakna bil athar. Thot s'ban vakia na me deviju në kohë që kena parim u majt me gjurmët e selefit. Nëse ki parim me i pasu të partë tonë të mirë, parimi është me ndërtu feja në pikpamjet e tua sipas të parëve tonë të mirë, me lenë Allah, domethënë nuk keme deviju, thot Imam Auza'i, alejke bi athari men salaf, wa in rafataka an-nas. Thot maju për etherët, për gjurmët e selefit, edhe nëse njerëzit të refuzojnë. Wa iyaka wa arra' ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qawl, dhe ruju mos u jep pas opinioneve të njerëzve, edhe nëse ato të duken të bukura. Edhe nëse ato domethënë të heshohen edhe domethënë të zbukurohen, madje dikon tjetër thot Imam Auza'i kështu. Thot wasluk sabila salafika as-salih fa innahu yas'uka ma wasi'ahum. Thot bëje parim me hec nudhën e të parëve tonë të mirë. Thot se të mjafton çaja që ka mjaftuar atyne. Të mjafton çaja që i ka mjaftuar atyne. Për me kuptuar çka po do të thonë, të mjafton çaja që i ka mjaftuar atyne. Muhammad ibn Abdurrahman al-Adhrami ka qenë njëri prej ulemave që në praninë e halifës ka debatuar me idhtarët e bidatit për disa bidatet e tyre. Edhe për me thjeshtësu, sepse nuk ka qenë hapësira aty për diskutim aq akademik, por më me pru mohabetin pak më thjesht. Edhe i thot para halifës, i thot këtij idhtarit të bidatit. Thot çiket bidat, çiket ide, çiket filozofi tonë, çiket shpjegim tonë, çiket shpjegim tonë, çka të thellë, çiket domethënë paraqitjen tonë ku diun çka. Thot çiket a ka ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ka ditë Abu Bekri, a ka ditë Omeri, a ka ditë Uthmani, a ka ditë Alia. Allah i boti sinqert, thot ja nuk e ka ditë. Thot nisan që s'kan ditë ata tipet e, pastaj ngushtot, të dhjot e kanë ditë. Thot po s'kan fol. E thot e pse s'kan fol? A ki përgjigje pse nisan e pas ka ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pifes, a nuk e pas ka fol? Thot a u kon rregull mos me fol? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, a u kon rregull këta mos me fol për një temë sikur kjo? Thot po u kon rregull. Nëse për ata u kon rregull, pse për ti nuk është në rregull atë mos me fol? Kështu që është shumë e thjeshtë me kuptu pse feja domethënë është shpallje dhe pasim, edhe ndjekje domethënë e gjurmëve të parëve të mirë. Këtu duhet me analizuar një fakt. Kohën bashkëkohore ndër vëllezër, shumë lëvizje thirrën në atë që quhet domethënë selefizmi. Edhe shumë prej tyre s'kan kurrë hiç me selefizmin. Për mos me thonë, shumica e tyre ja kanë bërë zullumin selefizmit më shumë se me pas orkestruar misht, domethënë më të hapën të selefizmit. Kështu që na kur flasim për pasimin e selefit, jena të fol për pasimin e selefit si shkollë, si vizë, si tërësi, si orientim. Edhe nuk jena të fol thjesht domethënë si një ide e cila nuk harmonizohet me frymën
e përgjithshme, edhe domethënë me orientimin e përgjithshëm të selefit, e sidomos që në kohën bashkëkohore ekziston tash së fundmi edhe një fitnë tjetër, ku janë bërë bashkë të arratisurit e tekfirizmit edhe të arratisurit e tebdeizmit, edhe kanë krijuar një koncept ekstremist në raport me pasimin e selefit, ku domethënë selefi kthehet gati si për me i mshu imamave të mëdhenj të Ahlusunetit, edhe për me rrëzu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, si falës zyrtar që selefizmi realisht në këtë gjysmë mileniumin e fundit e ka si falës zyrtar të vetin, e ka domethënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, është këtë ideja domethënë me urzu kët, e mos më ti mu zaventsu këta domethënë me njerëz domethënë anonim. Çka i bie fe tabiuna ahsana, me ndjekën më të mirën. E treta ndër vëllezër është ndjekja e rrugës së besimtarëve, ndjekja e ixhmas, ndjekja e katër mëdhëbeve, edhe ndjekja e imamëve të mëdhenj. Domethënë, kjo fe nuk është fe batall, fe e palavruar, e do të më prit më uzu dikush në 2022-ën, edhe pastaj me lavru këtë fe. Jo, kjo fe e ka përpunuar dikush para neve shumë më mirë se sa mumina dhe në 200 vjet ymër me pasën. Domethënë, kjo fe është fe që është bojzmet. Kjo fe është fe që Allah xhela ka begatuar me ulema, me imama, me mujtehida. Për arsye ka diçka shaqut ixhma, ka diçka shaqut sebilul mu'minin, udha e besimtarëve. Shkon që kjo e treta që çtu do të më moti, a është udha e drejtë apo s'është udha e drejtë? A është diskursi i shnosh, a nuk është diskursi i shnosh? Saktësisht. Ekziston një udhë e gjanë i Islamit, ajo i përfshin këtë muslimanët. Ekziston një udhë e gjanë i Islamit, nuk është udhë sekti, nuk është udhë grupe, nuk është udhë klani. I vën era xhamat, i vën era komunitet, i vën era flamur la ilaha illallah, për këtë ka vën. Është qartë, kush thirr me diçka që të hek piqë saj, e do me të shtin në vrima, do me të shtin me të marginalizuna për skuta, këtu ka diçka, këtu minër do të me nxjerr pikë pyetje. Edhe nëse thirrët sunet, edhe nëse thirrët hak, edhe nëse është i argumentuar, edhe nëse duket shumë i arsyeshëm, cila do thirrje, e cila t'i prej umetit, t'i prej domethënë tërësisë së muslimanëve, t'i prej shpjegimeve të përgjithshme të muslimanëve, është e dyshim pikë. Është e dyshim. Ndaj Allahu te baraka ve taala thotë kështu: "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kushdo i cili kundërshton të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, pasi që është bërë qartë e vërteta, edhe pastaj e ndjek një rrugë tjetër, jo rrugën e besimtarëve, jo gjadën e muslimanëve, jo udhën e gjatë të muslimanëve, hena për të rrugica. Thot na e lomi na çka është ka përzgjedh, edhe kena me gjek domethënë në xhenem e sa venin e kesh domethënë që e ka ky. Mbi këtë bazë pastaj ndërtohet edhe ixhmai. Mbi këtë bazë ndërtohet edhe konsensusi musliman. Domethënë, këto dietar të binë në ujdi për një meselë, këto dietar kanë konsensus për një meselë, edhe elhamdullah që është vija e muslimanëve. Që është vija domethënë e muslimanëve. Për shembull, që 600 vjet, 700 vjet kur kush pi ulemave s'ka fol për një temë. Ajo për neve bot udhmo. Edhe nëse del dikush shumë i artikulum sot për menaj qelçat si temë. Nuk dojmë me qelë. 600 vjet s'ka qelë, kërkush na nuk e qelmi. 600 vjet të sebilul mu'minin. Është udha e besimtarëve dhe na nuk e themi këtë që domethënë ka shku si tradit mesin e muslimanëve domethënë për më rujt domethënë që ajo civil. Ndaj thot Imam Maliku, thot sharrul ilmi al-gharib. Ilmi më i keq është ilmi që i çuditshëm. Vend dikush i bë dosane, ky është kapo bie, ky është i jashtëzakonshëm, ose kurkun se kanë ani këta. Ose ta jep me nën kuptues se ky po e riportrin fejan, domethënë pas ka ik kjo meshi u themene, meshi bin bazë, kemi pas ka ik veç ky domethënë e gjet. Thot sharrul ilmi al-gharib, ilmi më i keq është kur ti shkon i zgjidh do si mesele të çuditshme edhe të ralla si kur kushish. Thot wa khayrul ilmi adh-dhahir alladhi qad rawahu an-nas. Ilmi më i mirë është çaj që e din krejt, është transmetu. Babë babgjësh, edhe prindët e tu kur janë më pak e kanë ditë shibe e mirat e feja. E kanë ditë shibet dhe vëshmëria. Janë kanë lakmitar, po nuk është feja, domethënë çka komplikuar, do të marr dikush me zbulu në formulë që domethënë nuk e di domethënë kur kushit. Ndaj ajo që na duhet me pas në konsiderat, udhën që kanë lënë sahabët, udhën që kanë lënë selefi, udhën që kanë lënë ulemat, udhën që kanë lënë mujtehidët, udhën që kanë lënë katër mëdhëbet, udhën që kanë lënë imamët nuk është enigmatike, nuk duhet më kanë domethënë nuk duhet më kanë doni dietar i jashtëzakonshëm për më shumë me kuptuar domethënë të vërtetën edhe për më domethënë me e ndjek. Në kuadër të kësaj ndërlëzër, edhe që ne çuam edhe insistojmë në të, është ndjekja e shkollave të Islamit. Kjo është mirësia më të madhe që Allah e ka begatuar këtë umet. Shkollat e Islamit, domethënë janë aty 10 mira sahabe, janë 10 mira tabiin, po ti s'mundesh me shku secilin me lexuar një kanjë, po shkon e lexon shkollën e cila e përfaqëson atë.
Domethënë shkon e përfaqëson një shkollë e fikut e përfaqëson domethënë shkollën e Medinës, një shkollë tjetër e fikut e përfaqëson shkollën e Kufës, e kështu me radhë. Domethënë këto janë begatia më e madhe që Allahu ja ka letuar umetit me shkuar, domethënë pavarësisht nëse kena drejt me thonë, këto janë kala të ndërtuara me trashëgiminë e selefit. Mon keqat çka kalon selefi, e kanë marrë çatu tulla, edhe e kanë ndresh një kala. Edhe na tash himin çat kala dhe jena rahat. Jena sigurt të dimi shkon halal, shkon është haram, shkon farz, shkon nuk është farz, e kështu me radhë dhe ndjekmi domethënë imamat e ton, edhe domethënë shkollat e tona dhe po insistojmë më thirr në termin shkollë, për arsye se përmena shkollave ka dhe shkolla të vogla. Për shembull përmena shkollës që e ka lënë Imam Ahmedi, pastaj ajo shkolla e Sheikhul Islamit Temijës, pastaj ajo shkolla ulemave të Nejdit, edhe ti duhet me ditë të cila shkollë pavarësisht je alumni edhe je duke ndjek domethënë në vijën e fetarisë tonë. Çka i bë fe të biun ahsene pikrisht te kjo pjesë. I bë nuk bredhësh. Ai i cili ka shkollë, ai i cili e ndjek një shkollë të ulemave, ai nuk bredhet, ai nuk eksperimenton. Te ai nuk është haku çdo 6 muaj që do të më bëj update. Te ai haku nuk është që çdo 3-4 vjet do të më dhoni hoxheria më i përcaktuar meselet. Ky përcaktohet një herë saktë dhe shnosh edhe jeton me lenë Allahut me çato mësime pa qenë domethënë asnjëherë në duart e njerëzve domethënë që eksperimentojnë domethënë me fen e tij. Ndaj kjo me një fjalë është ecën fetari me imam dhe me udhërfyes, mos ec vet. Mos u bazon fe me leximet e tua, po me leximet e imamave të mëdhenj domethënë të Ahlus Sunnetit. Imagjinoni për shembull Ali ibn Medini, që është imam më i madh hadithit në vaktin e vet. Domethënë nuk diskutohet aftësia e tij intelektuale, domethënë ka qenë në rang me imamat më të mëdhenj hadithit, vetë Sheikhu i Buhariut edhe imamat më të mëdhenj hadithit, thot ittakhadtu Ahmed ibn Hanbal imaman fima baini wa bain Allah azza wa jall. Thot mes me dhe Allahut, çish do të më adhuro Allahun, imam e kam Imam Ahmedin. Nuk thot kjo ne pse unë duhet me pasu dikan. Çish është e mundur unë, domethënë imami i hadithit me pasu dikan, e ka shumë të relaksuar këtë varteme. Domethënë që këtë punë kjo është imami dhe duhet me u ndjekën domethënë për me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Për me kuptuar ndoshta edhe më thjesht, do më përmend një rast prej parëve tonë të mirë. Ebu Amr ibn al-Ala ka qenë prej imamave, një pishtat imamave të domethënë kirajeteve. Imam Dhahabiu thot për të Sheikhul Arabia, thot kjo është shehu i arabishtës. Domethënë Sheikhul Qurra'i wal Arabia, shehi i kurrave edhe i arabishtës. Abu Ubaid al-Qasim al-Salami thot nuk ka njeri që ka pasur më shumë. Thot vetë shënimet me dorë që i ka pas vetët, thot i ka pas komplet shtëpinë e mbushur deri te kulmi. Ka qenë imam më të mëdhenj që ka pas vakti i vet. Ky kur fol për ulemat e vet, kur fol për imamat që do të më ndjek, thot e ka një fjalë që besoj na nxjerr neve, domthon koxha keq, thot ma nahnu fi man mada illa ka baqlin baina usuli nakhlin tiwal. Thot na, thot ky imami, thot na krahasu me ata imamat që ngon para neve, thot jena sigurt se ai bari shka bin rreth pemëve të mëdha. Thot ai bari që del rreth pemëve të mëdha, domthon edhe aty pse ka dal bari çaty, se çaty domthon ka rrojt forta dikush tjetër para teje. Çaty u mor ujë dikush tjetër para teje, thot na jena thot krahasu me imamat që kanë shkuar para neve, thot sikur se barishtja shka del rreth një pallme domethënë të madhe. Pse ky as ka pas ki guzim intelektual me thon jo un jam imam i vetvetes, unë i lexoj vetë tekstet fetare dhe jap verdikte fetare dhe përcaktona vet. Jo, edhe ky e ka pas dikam prej imamave domethënë që e kanë ndjekën. Ndaj thot Imam Shatibiu për neve, për mua dhe për çiftin ton, thot fatawa al-mujtahidin bin-nisbati ila al-awam kal-adillati ash-shar'iyyati bin-nisbati ila al-mujtahidin. Thot për njerëzit avama, krahasu me mujtahidat, thot fetvat e mujtahidave janë për ata sikur se argumentet fetare për mujtahidat. Domthon mujtahidi direkt shkon në argument, e për neve shkojmë direkt te fetvat e ulemave, direkt shkojmë te përsaktimet, domthon e ulemave, pastaj sa të mujmë mësu domthon për argumenteve. Ibn Muflih për imamëve të Hanbelive e përmend prej ijmas që transmeton ai, thot inal ijma'a in aqada ala taqlidi kulli min al-madhahib al-arba wa anna al-haqqa la yakhruju anhum. Thot ka ijma që duhet mundje 4 mëdhëbet. Ka ijma që duhet mundje 4 mëdhëbet. Dhe se haku nuk del pi qytumit. Haku nuk del prej 4 mëdhëbeve. Madje Sheikhul Islamit Temiyah rahimullah thot idh al-haqqu la yakhruj an hadhihi al-arba fi 'ammati ash-sharia. Në shumicën e meseleve të fesë nuk del haku pi 4 mëdhëbeve. Shumicën e fesë nuk del haku domethënë prej 4 mëdhëbeve. Ndaj për fen tonë mos eksperimento, rreshto pas shkollave, rreshto pas imamave, rreshto pas mujtahidave, edhe rreshto pas mësuesve që çojnë te çeta imamat, çojnë çeta mujtahida edhe te këto shkolla dhe rrihat edhe domethënë sigurt. Madje Imam Auzai ka kërkuar që të krijohet si standard edhe për pyetjet
S'ki drejt me vetë për mesele që s'ka vetë një imam para teje. As mos e qel si tem me parashtu si pyetje. Ka ardhur dikush e ka vetë për mesele, edhe Imam Evzai, jo që s'ka pas guzim intelektual për me debatu ose mu përgjigj, thot lejse limen yes'alu an dhalika fihi imam. Kushdo që e parashton këtë pyetje, dije se këtë pyetje nuk e ka qel dikush për imamave. Veç pse se ka qel kush për imamave është pyetje e parancishme. Nuk meriton mu përgjigj, nuk meriton domthonë me u trajtu. Madje Imam Ahmedi rahimullah ka nxjerr si rregull, ka thonë iyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Mos gabo me fol për mesele, nuk e ki një imam çat mesele. Nuk e ki një imam për imamet e Ahlusunetit që i rrit domethënën ball edhe domethënën e përfason çat mesele. E katërta, çka i bie fe tabiuna ahsana, e ndjekin më të mirën. E para kemi ndjek sunetin. E dyta kemi ndjekën kuptimet e të parëve tonë të mirë. E treta kemi ndjek imamat muçtehidët edhe çat vjen e gjon edhe udhën e gjon të domethënën të shkollave të Islamit. A mjaftojnë këtu? Realisht sado një jetë që ti je në rregull, sado që ti në jetë del me kit përgatitjet, ka gjas me dënë plohën, ka gjas me dënë stuhi, ka gjas me u trazu në stuhi e kështu me radhë. Për arsye ty duhen kësaj lloj situatash edhe katërta. Domthon përveç sunetit, përveç selefit, përveç imamave të hershëm, të vynë edhe katërta që janë domthon ndjekja e dietarëve të mëdhenj. Po e vërtetë është, domthon e vërtetë është deri te çka pika e tretë me shumë vllaznin na bash, që tutë e katërta domu. Sepse fitnët e kohës sodit nuk mund të më fol dikush ka vdek para 1000 vjetëve. Fol një shumë gjallë për imamët më të Ahlusunetit. Ose shumë temat që sot janë trazu, po që nuk kanë qenë trazu më të kaluara, nuk mundet dikush me anu vulë meselës duke u referuar dikujt para 1000 vjetëve kështu më radh. Folin ata të cilët e kanë trashëguar trashëgimin e dietarëve të mëdhenj, kështu që el barakatu ma'a akabirikum, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin Abdullah ibn Abbasit, që është në Ibn Hibani, shalmoi thotë hadithi sahih, bereqeti është me të mëdhajt. Bereqeti është me të mëdhaj. Nuk mundi me gjetë një vëlla musliman, nuk mundi me gjetë një motë muslimane, e cila e ka ndërtuar fetari me ulema të mëdhaj, edhe domthoni ka dalën domethënë në kost të shtrejt. S'ka shans, mundet me pas në krizë, am jo krizë që i kushton shtrejt fetari. Nuk mundet, domthon dikush i cili rreshtohet mas ulemave të mëdhaj, nuk mundet domthon diçka me ndodhen e tillë. Ndaj domethënë El Hasan ibn Dhakwan thuhet që është përmend pranik ti dikush pi ulemave, edhe është përmend diçka tu përmend tmetat e tij, ka thonë la tadhkuril ulama bi shay'in fayumitu Allahu qalbak. Mos gabo me përmend diçka të keqe për ulemat, se Allahu ta bën zemrën me të vdek. Allahu ta bën me të vdek zemra, se ulemat janë njerëzit më të përzgjedhur të Allahut. Allahu te barekuhu teala njeriu që më shumë te ka përzgjedhur është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe më të përzgjedhur mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë ata cilët e trashëgojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam domthon në dijen e tij. Madje Abu Hatim ar-Razi thot kur ta shifsh dikan që të dasht Imam Ahmedin, thot dije që u pasu si suneti. Domthon në çat kohë u kanë mënyrë dhe standard me kuptu kush është sunet. Edhe në kohën sotit na e kanë atë standard. Po kush i do ulemat të mëdhaj që kjo pasu si sunetit. Kush nuk i do ulemat të mëdhaj ose paraqet praninë ulemave të mëdhenj si utopike sikur se ekzistojnë, ka kriza. Ku i ka ato kriza problemi i tij. Ama mundet më kanë domthon vjenës e të parë tonë të mirë. Pa dyshim domthon që ka kriza serioze. Madje Yahya Ma'ini thot idha ra'aita ar-rajula yatakallam fi Hammad wa Ikrima fattahimhu 'ala al-islam. Thot nëse e shet dikan që fol keq për Hamadin edhe fol keq për Ikrimën, akuzohet që ky ka problem me Islamin. Akuzohet që ky ka problem me Islamin. Çish u kanë Ikrimën atko, edhe sot janë Ikrimët e këtij zamanit që e kanë trashëguar domethënë Ikrimën edhe domethënë sojën e tij, ndaj rreshtohu mas më të mirëve. Rreshtohu mas më të mirë të umetit, e shonim Imam Bihaqin Sunan al-Kubra që transmetohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë yarithu hadha al-ilma min kulli khalafin udulu. Në çdo brez këtë fe e përcjellin më të mirë të umetit. Në çdo brez këtë fe e përcjellin më të mirë e umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa mundën më kanë që ky rrështimi mas të mëdhajve. Po duam të marr vesh një rast për me kuptuar çka i bën mu rrështu mas më të mëdhajve. Abdulrahman ibn Mahdi, besoj është emri i njohur për gjithë ju. Është imam më të mëdh i selefit. Është imam më të mëdh hadithit. Madje Imam Ahmedi rahimahullah thot kur flet për Abdulrahman ibn Mahdi thot ka'annahu khuliqa lil hadith. Thot sikur me pasar këtë dynjë vesh për hadith. Çaq imam i madh i hadithit. Madje Ali ibn Medini thot me be thot mes ruknit edhe mekamit në Qabe, kisha be në Allah azza wa jall se nuk ka fytyrë tokës njeri më të dishëm hadith se Abdulrahman ibn Mahdi. Çish u rreshtu ky mas ulemave? Çish ky i madhi? Çish është rreshtu mas imamëve të mëdh vaktit vet? Mas imamëve të mëdh vaktit vet. Thot Abdulrahman ibn Mahdi, ma kuntu aqdir an anzura ila Sufyan istihyan wa haybatan min. Thot nuk kam mujt kur as me këshir Sufjan e Thaurin prej marrës të madhe që kam pas piti, edhe pi hejbës të madhe që ka pas. Sufjani u kanë alimi madh i vaktit që Abdulrahman ibn Mahdi që aty e ka moj standardin që për më kanë që çdo do të më respektuar më rreshtu mas
domethënë Sufjan e-Thaurit rahimahullah. Madje Abu Zur'a thot një herë jam kon thot me Imam Ahmedin. Thot edhe u përmend thot Ibrahim ibn Tahmani, njëri pi ulemave dhe prej ibadetxhive të majt vaktit, thot dhe Imam Ahmedi u kon thot ulën edhe i mbështetëm. U kon i ulën edhe i mbështetëm thot pastaj thot e ndroi thot domethënë uljen edhe ul më serioz edhe tha la yanbaghi an yudhkara as-salihuna fi uttaka. Kur të përmendë soi i këtij nuk ban më kon mbështetëm. Kur përmendë soi i këtij duhet më ul kam kryq, domethënë veç që po përmendë domethënë ky imam për imamëve domethënë të majt domethënë të dietarëve. E pesta çka i bie fe tabiuna ahsana e ndjekin më të mirën, shpesh mundën më kanë shumë mendime. Shpesh mundësh me u gjetë para shumë shpjegimeve, një prej formave qysh mundësh me ditë cila është më e mira, pasi e ke këshir me sunet, pasi e ke këshir me selefin, pasi që e ke këshir me imamat, pasi që e ke këshir me ulemat e mëdhaj, ndonjëherë e këshir në bazë të asaj që quhet al-akhdhu bil ahwat ose al-khuruju min al-khilaf. Ajo që quhet marrja e asaj që është më e sigurta ose dalja pi khilafit. Domethënë, janë dy mendime, një thot obligim, njëri thot është sunet. Cila është më e sigurt? Obligim, se te obligimi është edhe suneti. Ose ai tjetri janë dy mendime, dikush thotë është haram, dikush është halal. Më e sigurta cila është haram që i largohesh edhe nuk bë. Nuk ban mu zgjanun kët, sidomos pa dije, për arsye se mundesh me përfunduar domethënë në ekstremizëm, mirë po domethënë te shumica ulemave është mustahab, nëse nuk kalon në ghulu, nëse nuk kalon në ekstremizëm, e dyta nëse nuk i ngarkon të tjerë. Shtrengoja vetes mos ja shtrengo të tjerëve. Mos ja shtrengo të tjerëve domethënë këtë koncept, më thon, mos shiko xhilaf, për shembull, a e prish avdesin çka se prish. Cila është al-ahwat? Më sigurta e prish, edhe rrjedhimisht përsërit avdesin. A u kjo për ty vlen? Jam ja bë domethënë rregull, domethënë në këtë dynjës, edhe treta mos me hi në iluzione sikur je në një shkallë fetarie që nuk e ti e di që nuk je. Ajo që quhet el-wara, që është ajo fetaria ku njeri ruhet, sikur që kanë në rastin e motrës së Bishr el-Hafit kur vjen e pyet Imam Ahmedin për meselë, më shumë detaj vogël, a ban a nuk ban. Thot kujt je ti? Thot jam motra e Bishrit. Thot për juve s'ban, se ju e keni fetarinë që tërkon. Apo s'po do të përmendas meselën. A mo tash me menun që jetë motra e Bishr el-Hafit, e knena domethënë i ndjek influencerat, domethënë nuk ban me jetue, domethënë të errnit vetveten. Kështu që nuk ban me hi në iluzion, mirë po e ndërton një koncept domethënë realist. E gjashta, çka i bie fe tabiuna ahsana, e ndjekin më të mirën. E këtu duhet më konkret. Kjo është e ngjashme me këtë paraprakën, mirë po këtu duhet më konkret. Më e mira vllazni që duhet më ndjek në fe, sa herë që ka dilema, sa herë që është e dyshimt, më e mira është domethënë me nejt larg fitness edhe larg të dyshimtës. Kjo është rregull i jetës. Moment që diçka ka pi vjen era fitne, pi vjen era dyshimt, pi vjen era mjegull, po vjen era domethënë moskë, ku diun çka, tërhequ, largohu. Më e sigurt është për fen tonë. Më e sigurt për përcaktimet e tua domethënë fetare dhe këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar hadithin e Nu'man ibn Bashirit që ka shumë Imam Buhariu Muslimi, ku thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fa man ittaqa shubuhat istabra li dinihi wa irdi. Kush rri më larg dyshimtës është më rahat në fenë vet edhe në derin e vet. Është më i sigurt në fenë vet edhe domethënë në derin e vet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith tjetër që shohin në Abu Daudi, shërmoi thotë hadithi Sa'ib ibn Miqdad ibn Aswad, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inna as-sa'ida la men junnib al-fitan. I lumtur, fatlum është çaj që rri larg fitnave. To llovitet në muhabet, çelet në muhabet, hallakatet në ku diuni në diçka mes muslimanëve ose mes dy xhallarëve, mes dy lëvizjes islam, rrin pa larg pjasë teme. Se ndoshta ata nesër ndreqen aty të met muhabet i keq. Nesër ata ndoshta bëhen edhe meç edhe ku diun çka aty për të e prish. Kështu që rri larg fitnave. Rri larg trazira, banë rregull të jetës. Edhe nëse zgjat shumë vite, edhe nëse një temë dhezën 5 vite, 10 vite rri larg. Mas 10 viteve, kur të ajo të largohet, ti kur gjos ki up që kinej domethënë larg fitneve, as nuk i fol për kërkan, as nuk i akuzu, as nuk i dhon verdikte domethënë që mundon me të kushtuar një jetë ose domethënë në ahiret. Mirë, po këtu kisha pas dëshirë si mos vllaznimet që janë pak më të ri, mos i kushto vëmendje, se ndonjëherë për shembull ti rri larg, apo je shumë kurreshtar, i përcjell në rrjetet sociale, i përcjell debatet, i përcjell diskutimet, edhe thotë unë rri larg fitneve se nuk jam të bëj mohabet me kërkan. Ti je në fitne. Ti je mrena në fitness sepse ti je duke jetuar me fitnën. Ndaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith që shënim Buhariu prej Buhariut, thotë se tekunu fitan, ka me dal do fitnë, kanë me dal do trazira. E përmend aty Rasulullah sallallahu alajhi wasallam një detaj. Wa man yushrif laha tastashrifhu. Kush bëhet shumë kurreshtar e kap fitnë. Kush bëhet shumë kurreshtar e kap fitnë dhe kjo është e provuar, kjo është e parë. Kushdo i cili ka pas shumë kurreshtë mi dëgju këtë deklaratat, këtë përcaktimet, mas pamti domethënë nuk ka dalë domethënë as domethënë i sigurt, e sidomos me e bë si parim sigurt që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë modelin më të sigurt që shënim Muhamedi, Sheikh Shuaibi thotë hadithi është hasan, për Amr ibn Shuaibit ai pi babës vet pi gjyshit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë natën në shtratin e vet e ka gjetë një hurmë edhe ka hungur.
Mos i ka hangër, ju ka prish gjumi i natës, se nuk ka flet gjithë natën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj ka thonë dikush pigrave të veta, riqtel bariha ya rasulullah, ton natën e kon pa xhum, si kon rahat i dërguar Allahut. Çka ka ndodh? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inni wajadtu tahta janbi tamra fa akaltuha. Thot afër meja që aty e gjeta një hurme në shtratin tim, edhe hongra atë hurme. Wa kana indana tamrun min tamri sadaqa. Po masi e hongra më kujtu që në shtëpi kena pas do hurmat sadakas që janë kon për më shpërnda. Thot fa khashita an tankuna min. Thot më kapi frika mos u kon që kjo hurmë piç aty në hurmave. Më kapi frika mos u kon që kjo hurme prej aty në hurmave që s'jan kon ato për familjen e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, më po janë kon domethënë për më shpërnda. Çka i bie fe tabiun ahsana, e shtata dhe parafundit. Më e mira ndërlëzë, kur ki dilema është të jesh më afër natyrshmërisë, më afër fisnikërisë, më afër burrnisë, më afër moralit. S'ka nevojë kjo filozofu. Shumë herë ti ditë shibe mas mirti. Madje dikush prej selefit ka thonë, çysh do të tjerët mos sill me ty, çashtu sillen me të tjerë, ti e ditë shibe më e mira. Ose për shembull ti nuk e di shibe mas mirti mos sill ti me grën tonë. Vesh menoj çysh do ti nesër dhon driat mos sill me çikën tonë, çaja është më e mira. Shumë e thjeshtë, nuk ka me filozofu. Ose çysh dush mos sill ti me ortakun tan. Shumë vesh menoj nesër çysh do ti ortaku idealit tan, mu kon besnik ndaj idealit tan. Çaja është, nuk ka filozofi. Fisnikëria, burrnia, marifeti, tradita, zakoni nuk është utopike, nuk është enigmatike, nuk duhet shumë e zbulu. Domthon çka më e mira veshëra, ka hije. A është në rregull? A kishe pas shef me ta bëu dikush ty në familje, ose a kishe pas shef njerëzve që e do, ose kanë herë për shkak vesh menoj, a kishe pas çata pranit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose a kishe bën pranit njerëzve të mrrim të umetit. Është qartë, për shembull ti heleçar edhe e ki rregullu çashtu një farasti ti s'del i prekt pi rastit, sepse nuk ka fakte të prekshme për me të akuzu, ama çashtu e ki bë që ti kanë e ki çun humbje. Ose çashtu e ki bë që ti kanë e ki djeg. A kishe kallzu me krenarisë të zotësisë para Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Thonë që ti je kon biznesmen i madh dhe Abdulrahmani, që unë po të kallzojnë që shikom gjek një 5 konkurrentë me. Ose shikom tradhtu njerëz që kanë pasur në ortakëri. Ai shkon mohabet që kallzohet. Mos si shkon mohabet që kallzohet, nuk mund të më kon më e mira ajo. Nuk mund të më kon më e mira ani nëse që shoshni po ta rrej shpinën, domethënë që të bëj më të mirën, edhe e fundit fe tabiuna ahsana çka i vije me ndjek më të mirën. Më e mira vëllazëni është që është ka e mat me devotshmëri dhe me istiqame. Domthon shpesh kur të vjen një dilemë, shpesh kur të vjen një përcaktim që duhet me shtjellu, veç këshir, a më mirë për devotshmërinë tonë, edhe është më mirë për istiqamën tonë. Domethon, menoje sot edhe 20 vjet, nëse sot për shembull ti e qen një derë dyshimt, ka gjas më kon gjuna. Shka mund të më bë për 20 vjet? Për 20 vjet mas prom ti promovojnë haram. Është qartë? Për shembull, për marr si shembull fjala bie për shembull tash jena në stinën e verës, për shembull a lejohet me shkon filan vendin musliman për pushime. Pa hin ato detajet sa kanë të drejtë me pretendu që ka halal, sa s'kan të drejtë edhe sa domethënë e zmadhojnë që nuk është domethënë kushtet e rrethonat më kon halal. Vesh me devotshmëri, a të bë mirë a nuk bë mirë. Me istikame, domethënë fëmia jot që shet që si harami 10 vjet ren. Fëmia jot i ka 5 vjet edhe deri në moshën 15 vjeçare 10 vera i ka te poçat haram. Mas 10 verave, çka do merr menja? Boti devotshëm ai lëkundet meselja e shikimit edhe meselja e lakurisisë. Domethënë mat me devotshmëri edhe me istikame mos e pyet asnjë hoç pastaj. S'ki nevojë masena me pyetën. S'ki nevojë masena me vet kush shkon çat filan vendin, kush nuk shkon filan vendin. Mat me devotshmëri edhe istikame, a të bë mirë a nuk bë mirë? Shumë është e dyshimt edhe shumë ka pyetje, a del mirë domethënë për devotshmërinë tonë edhe istikamën tonë. Po e përfundojmë ajetin kuranor, tha Allahu azza wa jall, "Fabashshir ibadi", përgëzoj robët e mi. Këta pa shtype hin xhenet. Kush janë këta? Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ata të cilët dëgjojnë derse, ata të cilët dëgjojnë Kur'an, ata të cilët dëgjojnë shumë shka, fayattabi'una ahsana. E ndjekin më të mirën. Jo më të dyshimtën, jo më të mjegulltën, jo më të lehtën, jo shka jo ka ëndja, më e mira. Ky nuk ka kriza me mor myshdën e xhenetit. Se ky nuk shumë pak ka të gjas me hi dikun ku mas prom t'i del me kushtu me xhenet. Fabashshir ibadi. Jepja myshdën që tyne shka, domethënë e ndjekin më të mirën, ulaika alladhina hadahumullah. Këta i ka udhëzuar Allahu. Kështu që vëllazni le të mengu këtë mohabet, po me moj të zor. Se nëse mos e jap Allahu në zemër, më kon shumë rahat. Me nejt mas sunetit. Me nejt mas sunetit, me nejt mas selefit, me nejt mas imamëve të maj, me nejt mas ulemave të maj bashkor, me nejt mas vijës që e kanë lënë ulemat, me nejt mas asaj që është ma burrore, ma fisnikëris, ma e moralshme, ajo që është ma e ftyrës, ma e marifetit. Ajo që domethënë ty të garanton, kjo nuk është e lehtë më mat. Non stop kam të sprovu. Non stop
Domethënë ka me autospru, po i përsëris, e para ke pasimi dhe kapja për sunet, e dyta pasimi i selefit dhe referimi tek shkolla, opinioni dhe modeli i tyre, e treta ndjekja e rrugës së besimtarëve e ixhmait, 4 mëdhëbeve dhe imamëve të mëdhej, e katërta ndjekja e dietarëve të mëdhej, e pesta me mora shko më e sigurta, edhe e gjashta me nejt larg fitnave dhe larg dyshimtës, e shtata më afër natyrshmërisë, më afër fisnikërisë dhe moralit, edhe e teta më e mira është ajo që e mati me devotshmëri edhe domethënën me istiqame. Rrugtimi i jon ndër vëllezër në jetë është shumë i gatë. Nuk e dimi sa na ka met për me vdek, e pastaj me mor rezultatin e kësaj. Mirë po sa herë në jetë që ki mjegull edhe ki dyshime, ktheu te kjo tetëshja ose 10, 12 që kam mujtë me përmend dikush më mirë sa kjo trajtesë. Mirë po kombinën Allahun azza wa jall që kush e ka çka tetëshën, kur me len Allahut nuk rrshet. Kur nuk mundet me hin rrugica dhe kur me len Allahut azza wa jall nuk mundet me hin dikun ku i kam i kushtuar shumë feja. E aq më tepër me hupën myshdën e xhenetit që është domethënë që këta jetë, kështu që kjo është formula e prekshme, e numëromi 8 pika. Ama ajo shumë e zemrës ai nuk preket. Ajo secili masena e ka me sti dhe Allahut, aty do të më punu më shumë se sa krejt tjerat për mujt me realizu. E lutë Allahun azza wa jall me ne pasur zemrat me në ullzu, me na bot që ndjekim më të mirën. O sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.